O hyj gjithëpushtetshëm le mëshuar, që e le premtimet e tua Abrahamit le farës ti, dëgjoj me mirësi lutjet e kishë sate, që popullit i pari të meritoj të arrijë plotësinë e shëlbimit në për Krishtin, Zotin tonë. Të lutemi edhe për ata që nuk besojnë në Krishtin, që të shëndritur nga drita e Shpirtit Shenjtë, të meritojnë edhe atë të hyjnë në udhën e shëlbimit. O hyj gjithëpushtetshëm le mëshuar, baj që ata të cilët nuk e dëshmojnë Krishtin, duke ecur drejt teje me zemër të çiltër, të gjajnë të vërtetën, dhe që ne, duke përparuar gjithmonë dashurinë e njëri tjetrit, dhe të zellshëm për të kuptuar misterin e jetës sate, të bahemi dëshmitar të përsosur dashurisë sate në botë, në për Krishtin Zotin tonë. Të lutemi edhe për ata që nuk e njohin hyjin, që duke ndjekur me zemër të çiltër të drejtën, të meritojnë të arrijnë tek hyji. O hyj gjithëpushtetshëm le mëshuar, ti krijove të gjithë njerëzit, që duke dëshiruar gjithëherë të kërkojnë, dhe duke gjetur ta kenë paqen e shpirtit. Baj po të lutemi që mes çfarëdo pengesash, të gjithë duke i kuptuar shenjat e dashurisë sate dhe dëshminë e veprave të mira të besimtarëve, me gëzim të shpallin ty, hyjën e vetëm dhe të vërtetë, dhe atin e njerëzimit, në për Krishtin Zotin tonë. Të lutemi edhe për të gjithë ata që drejtojnë shtetet, që hyj dhe Zoti ynë t'ua drejtojë mendjen dhe zemrën pas vullnesës së vet, për paqen e vërtet dhe lirinë e të gjithëve. O hyj gjithëpushtetshëm le mëshuar, në dorën tënde janë zemrat e njerëzve dhe të drejtat e popujve. Shikoj me mirësinë tënde ata që kanë pushtetin të na sundojnë, që gjithkund në sajt bujarisë sate të qëndrojë përparimi i kombeve, siguria e paqes dhe liria e besimit në për Krishtin Zotin tonë. Ti lutemi vëllezër për të dashur hyjit, atit të gjithëpushtetshëm, që ta pastroj botën prej të gjitha gabimeve, të largoj legatat, të zhduk urinë, të hap burzët, të zill prangat, t'u jap rrugtareve udhë të sigurt, shtekimtareve kthimin në shtëpi, dhe sëmureve shëndetin, dhe atyre që janë ka vdesin shëlbimin. O hyj gjithëpushtetshëm le mëshuar, ti që je ngushëllimi i të mirëve dhe fuqia atyre që vuajnë, arriqin të ti lutjet e atyre që të thrasin në nim për çfarë do nevoje, që ndër gjitha ngushticat e veta tjetës të gëzohen me përvojën e mëshirës sate në për Krishtin Zotin tonë. Me këtë kryer pjesën e parë të liturgjisë të premtes madhe. Pjesa e dytë është adhurimi i kryqit. Atje në fund kishë se kom vendos kryqin, do të zbres bashkë me dy prej nimsave që do të marrin qirit me vete, do të shkojmë në fund kishës, do të marrim kryqin, edhe 3 herë do të bajnë këtë thirrje. Një herë në fund kishës, atër në mes të kishës, atër edhe telteri. Do të thotë mbeshtari, do të thotë, tu e ngrit kryqin, ja druni kryqit, që i soli shëlbimin botës. Pra e tregon me njëherë pushtetin që e ka. Ky kryq, ky dron i kryqit, në cilën është gëzhdu Jezusi, ja ka sill shpëtimin botës, si e shpjeguam edhe në fjalën e Zotit. Ju keni me përgjigj, ejani ta lurojmë. Në atë moment që thoni, ejani ta lurojmë, edhe do të ulni në gjojnë, deri te momenti që do të mrinë mes të kishës. Atër do të çohi prapë, e do të përsisim të njëjtën gjë. Prapë do të thomë, ja druni kryqit që i solli shpëtimin e botës. E do të përgjigjni, ejani ta lurojmë, e prapë do të uleni në gjojnë. Jeni barabash.
Ja druni i kryqit, që i soli shpëtimin botës, të gjithë bashkut, e janë i taluroj, e le gjunë zohi. Esni ka dalë deri në gjystë kishës. Aty ndaleni. Ta shtroheni në kam prapë. Janë kryqi i Krishtit, që i soli shpëtimin botës, e janë i taluroj, e gjunëzoheni përsi. Shkojmë dirë të paraltirit, atër këthehi drejt popullit. Drejtoheni, të ka populli ashtë. Gjohën kanë. Janë kryqi i Krishtit, që i soli shpëtimin botës, e janë i taluroj, e gjunëzoheni përsi. Nëzëlihet. Të shtë gjithin i të thirun, sigur vinin kungim, një resht, me ardhë me ba allurimin e kryqit këtu pranë literit. Kryqi shenjt të ndërgjith, je i vetëmi drunë fisnik. As një pyllë si atë nuk qiti, as si mugull deg e lule. Druj ambel me gosht ambel, duke mbajtur atë pesht të ambel. Këndoj o gjuhë betejen e lushtës labdishme, e mbi trofejet e kryqit, nga lënimin fisnik suje, se si shërbues i botës, i bane fli fitues doli. Kryqi shenjt, ti ndër të gjithë, je i vetëmi drunë fisnik, as një pyllë si atë nuk qiti, as si mugull deg e lule. Kryqi shenjt, ndër të gjitha, lantë matë ndershme, drunë si ty nuk ka kun pyllë, e me gjithë lule e fryte, druj ambel me gosht të amblen barë mbi vete mbanë. Thuja kangës deh gjuhë njerëzore,
Mbas betejës këndo të bardhë fitimin, këndo trofejnë të mallën fitore, tasaj kryq ku mbar njerëzimin, e shpëtoi Krishti me tu i hjek, për ne njerëzit në kalvar të vdek. Kryqi i shenjtë ndër të gjitha lantë ma të ndershme, drunë si ty nuk ka kun pyll, e me gjithë lule e fryte. Nga gënjeshtra e prindit parë, që u ban krijues si vujtjeve, duke ngran mollën e mkatit, që u ban shkaktarja e vdekjes, ai atëherë zgjolli drurin për të zgjidhur damet e drurit. Kryqi i shenjtë ti ndër të gjithë, je i vetmi drum fisnik, as një pyll si atë nuk qiti, as si mugull deg e lule. Këtë punën tonë të shpëtimit, me ngulm vendosi urdhri, me artë t'ja thyen të artin, shkatrusit shumë trajtave, nga ndej t'i sill të shërimin, ku armiku e kish dëmtuar. Kryqi i shenjtë ti ndër të gjithë, je i vetmi drum fisnik, as një pyll si atë nuk qiti, as si mugull deg e lule. Kur erdhi e u përmbush afati i shënuar, u quan nga kështjela e atit i biri krijues i botës, dhe nga barku virgjëror dolin dritë i bam njeri. Druj ambël, me gosht ambël, duke mbajtur atë peshë të ambël. Kaloi 15 vjeçar mbushur, si mosh e trupit, me hir ju shtrua mundimeve, se për këto kishte lindur, si qingjë në drunë të kryqit, unë gjitë për të fliua. Kryqi i shenjtë, ti ndër të gjithë, je i vetmi drunë fisnik, as një pyll si atë nuk qiti, as si mugull deg e lule. Ja kalami tanë ufulla, dhe pështyma gozhda e heshta, trupi but në gjdo anë shpohet, po si dalga gufën gjaku, toka deti yjet e bota, ja po lahen në atë lumë. Druj ambël me gosht e ambël, duke mbajtur atë peshë të ambël. Për kull degët druj i lartë, shtrije hap pjesë të brendshme, dhe të zbutet fortësia që i la lindja në fillim, që gjymtyr të mbretit epër, le t'i shtrish me trung të butë. Kryqi i shenjtë ti ndër të gjithë, je i vetmi drum fisnik, as një pyll si atë nuk qiti, as si mugull deg e lule. Vetëm ti ke ka një denjë për të marrë çmimin e shekullit dhe të përgatish skelen lundërtare për botën e mbytur, që e leu gjaku i shëntruar nga trupi i qingjit të derdhën. Druj ambël me gosht të ambël, duke mbajtur atë peshë ambël. Kryqi i shenjtë ndër gjitha lantë ma të ndershme, drunë si ty nuk ka kun pyll, e me gjithë lule e fryte. Etjen kryq me tamthja shuën.
kryet me ferra ja rrethuan, në hesht krahërorin ja shpëruan, prej kah ujë e gjak sigura, ran mbi tokë me talas dvetin, pastroi qiellin e pastroi detin. Dru jambel me gosht të amblen mbar mbi vete mbar. Për kull rëmët landë malështore, për atë trup që në ty pushon, zbutem një tande mizore, për atë mret që në ty rekton. Vanju shtrat deh, jo drun në rah, ndek të Krishtin banju krah. Kryqi shajt, ndër të gjitha lantë ma të ndershme, drunë si ty nuk ka kun pyll, e me gjithë lule e fryte. Përse ti, dërsa lanë toka, qëtë nga gjiu ma e da je ma e qmushme që ka bota, përse në krah shëlbuës ke, ti je ark, lima në gjakla, të kingjit hyut që shpëtua në ka. Pasi përvonoj pjesa e dytë e liturgjisë sotme, që ishte adhurimi i kryqit, tash vazhdoj me pjesën e tretë e me pjesën e fundit, që është kungimi i shenjtë. Sot nuk shëgrohet kungimi, por sot merret kungimi prej meshës që e kem kremtu Amram, e kjo blenderi nesër në mrame. Të qohna në kam. Të nxitun nga urdhri i shëlbuesit. Dhe si pas mësimit ti hynor marrim guxim të themi. Aty që je në qërë, që në kërëftë në mjët, atë në një jote, Allahu në sa jote, si në qërë ashtu në tonë, bukën tonë të përveçme, e pënë neve sot, lina e ne fajtë në kate tonë, fajtur tanë, e mos në lemiranit keqë. Në liro po të lutem jo, Zot, prej të gjithat këqijave. Dhe për mirësin tënde na e paqen ditë tona, e në saj të mshirë sate do të lirohemi për gjithmonë prej mëkatit. E do të jemi të sigurt prej çdo turbullimi të e prit shpresën e lume, ardhin e shpëtimtarit ton Jezu Krishtit. Kungimi me korpin tëndo, Zot Jezu Krisht. Mos të bëhet për mua gjykim dënimi, por prej mirësi sate, ti jetë mjet për mbrojtjen e shpirtit dhe trupit. Ja qëngji i hyut, ja që i shlyen në katit e botës, lume ta që janë thirur për gostin e qëngjit. O Zot, unë të jam e lejë që të në mesën të me, përsuj në fjallë të jetë me, e shpirti në mëshë, korpi e gjaku i Krishtit të mbryshin për jetën e pasus. Të gjitha ata që janë për kungim, mund të afrohen si rregullisht të dieleve tjera.
Korpi i Krishtit. 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 Tash do të bëjmë lutjen e fundit, edhe lutjen e benkimit. Kjo liturgji përfunon pak ndryshe prej herës tjerave, edhe është zhvillua në mënyrë këtë posaçme, edhe deri në këtë moment, po edhe përfunimi është me një lutje benkimit. Sonte do t'jetë kisha hapun edhe prej orës 7 deri 9, nëse dikush prej jush, a dikush prej familjeve tuaja dëshon natyrar me kalua, me ba një moment të adhurimit të kryqit Krishtit, do t'jetë hapun prej 7 deri 9. Pas meshet, nëse dikush ka nevojë murë fyë, jam disponim, sipër.
Po ashtu më lësonte nëse dikush natural me 7-9 ka dëshirë më urfyë, gjithashtu do t'jem në dispozicion të qohna në kam. Të lutemi, o hy gjithpushtetshëm lejem shumë, ti që na përtrive me vdekjen e shajt, dhe ngjalljen e Krishtit tënd, përujen ne veprën e mëshirë sante kështu që me pjesëmarrje në këtë mister, të jetojmë në përshpirtëri të vazhdueshme në për Krishtin Zotin tonë. O Zot, popullit ka kujtua vdekjen e birit tënd, me shpresën në ngjalljen e vet, po të lutemi ardhë mbi ta bekimi i begatshëm, fitofshin falje e lëndjes, ju lëroft Zotin ngushëllimin, ju shtoft fen e shajt dhe ju forcoft shëlbimin e amshuar, në për Krishtin Zotin ton.